Këta duam të dimë që si vëzën të shkonë. Dhe ku shu vjen këtu, dhe kërkar para, diqka, gjokë. Ati, me svedjenin ti, më nda që jam punëtor. Si ja kaloni grupet mirë për gjithë tim një punë, mirë, shumë mirë, botin në liberal për ju, për shojmë, si jeni, çfarë bëni, a u pengojnë, a su pengojnë, mirë bëjmë në s'kemi për dhe që të në manë, Do regulori çdo gjë, do të kanë, do këtë taks, asgjë s'do. Do të pengoj njeri, çdo gjë, deri tani u kanë peguar të gjithë. Një pojnë taks, një pojnë martojnë njerëzit, si me ratë të efekti, se këte kemi arsoj. Të shtoj të shqiptarë. Përshëndetje, si kaloni? Mirë, si jeni? si shkoni, si keni me biznes, Biznesin. Po mirë, kaloni. çka mirë, çka. Do më thonë, s'kemi gjë të garantuar. Per karë, s'ka. U pengojnë ajo, Jo, s'na pengojnë, po. Të shi. biznesi nuk është i mirë. Po ashtu është, po Cila ishte arsye? nuk kemi gjë të garantuar, ke parasysh e varet. S'është garantuar. Po s'është garantuar se ka rënë dhe pare atë drejgje, legu e. Ka rënë. Po këto do shemen, da. Ashtu, Do shemen edhe, do vi kohë që ka planimetri. Një vendas këtu? I erdhu? Vjetër jemi. Urdon? 2 vjetër jemi. Vjetër. 2 vjetër. Shise vetëm këto gjëra. Po ç'o bëjmë tash? Sa për të jetuar. Edhe kjo s'u del. Shef vetëm tash. Jo, tash po shohim. Shumë shpejt do ndryshoj gjëja. Do keni liri, do keni çdo gjë të hapni tregtim më të mëdha. Jo tani, si tani. Shumë shpejt. Po kur po Shumë shpejt me ditë. po kështu na than, shumë shpejt po ikën 35 vjet. Kështu na than gjithmonë. Ne shkum ngritën gishtat aty, që studentat kur vjen puna. Do gisha ti që u penguan ju. Si që realiteti, tash i do vetë realiteti. Premtosh në shkollaj, po që tash Çdo gjë të rregulloj. të premtosh në shkollaj. Ne kemi dalë për votime, ne kemi dalë që të dimë çfarë po bëni ju. Ne s'duam votime, qeveria do bën komplet ndryshe. Do të kenë shqiptarë, deri tani nuk e kanë shqiptarë, e kanë shqip folës. Tani ne dalim që të punojmë dhe të jetojmë më mirë. Këtë duam. Punojmë dhe të jetojmë më mirë. Më të mirë, sepse kjo është toka e shqiptarëve. Po jo në është, po ne po dalim tepër duke shqiptarët tonë. Tokë tonë, si tha e, Tiranë s'dëm baba dëm, tha dhe do të tokë në Tiranë, tha. Hikër, ne po dalim tepër në shqiptarët. Çdo gjë do rregulloj. Do vinë ditë mira. Këtu e di si është puna. Këtu të vinë një Qinë Amerikon, e ti përzeng dhe që jam parlamentare, qeveritar, ti përzeng, ti hynë dru. Edhe të vinë të ujtë në qeverisin, se këtu Jo, mos thuaj të huaj. të huajt. No. Huaj, ne shqiptarët të qeverisë, jo të huajt. Deri tani ju keni patur këta qeveritarë sërbë. Këta do të ishini vetë këto ditë, do i brenda. Që thonë, unë jam burri mirë, dhe unë nuk e shaj vetëm, dhe unë thëmë, burri mirë si mu s'ka. Po që... Po neve për shkakun nuk kemi ardhur sot, as për votim as për. Ne kemi ardhur të shohim si është gjendja dhe pse siç e the ti ke 35 vjet që prisi çdo ditë. Ikin njerëzit se po bëhet vendi pa jetueshëm. Ikin njerëzit. Pse t'ikin? Çfarë do bëhet aty ai? Shërbetor do bëhet, çfarë do bëhet? Po e ikën. Nësë jeton dot. Këtë zgjidhni ja, që edhe tjetër të jetoj.
Si që bën gjithë bota, nësë po themi që të bërë shkencër, po të kopionit pak të qik nga franceze, nga Gjermania, nga Zviceriane. Kopionit nga qik. Jo kalamojve në asistencë si që ja e pa i Kosovës. Prindërve jep, plegjve jep ka 100 euro që majnë ato. Jo 100 euro, do Nës- marrë 600. Ne si jemi as të Kosova, që Kosova kur erdhi mas nes, ashtë Macedonia. Sa të miki? Unë kam 2 qura, Këtu i ke? tu i kam, ku të qoj? Që mosh? Ku të qoj? Shkollari kam. Qa viti? Po një të filloj të lartën, një e kam mesme. Që të bëjmë? Do ndryshoj fëmi, do t'i kesh tu, nuk dhe i ke asmi. Po dhe pronat, e po fillove, Po plen pronat të timin. ligjit jetë ligj, gjithë jenë barabartë, jo ca... Ligi dojtë tamam kushtet të ta, si në Amerikë, shqiptar dojtë të lirë, pensioni dojtë 600, nuk bëjmë për votime, thash edhe njërë, ne kemi erdhur të dim, sepse me qenë se njërës na kërkojnë, dualë mësot, ka stil. Nuk e di për përgjithësi do mëse ne shohim këtu për ditë, bie çdo gjë, për ditë, për çdo muaj. Erdhi fundi. Ikën fuqia blerse, ikën gjithë. Ku do jetojmë? Ku? Okej. U gëzohem. Turoj shlet. Ja. Po, keni menin e mirë, keni si sens të mirë. U pengojnë kështu, Hajde mo. Shtyhet shtym. me të shtyrë. Me shtyr? Te demo si shkon kjo punë. Apo jo? Kjo punë deri tani shkuar, por nuk do shkoj më. Inshallah. Do jeni të lirë, do shpëtoni çdo gjë, Inshallah. dhe qëndroni, mos u tremni për këtyre Ja mos e spaja. rrugaçve që janë në qeveri, mos u tremni fare, nëse u pegojnë, na lajmëro sa më shpejt, dhe do ndryshoj komplet. Bravo. Do të kenë shqiptarë, do të keni ju Inshallah. vendin. Do të keni ju vendin. Inshallah. Kjo ka të boj. Urdhë? Kjo ka të boj shumë. Ju do të keni që t'jeni të lirë, të shizi qatë doni, s'do keni as taks, as gjë. Dyqanë të vogla, si juve. Allah. Kjo, okej? Sukses. Shnatet mirë. Mos u mërzit. Ja kaloni mirë. Profesor Plumpin. Profesor Plumpin. Që? Flet për problematika që keni sot në vend, bashkëpunëesat. Keni me tregti këtu? Jo, unë jetoj jashtë, jetoj në Itali. Nuk i di problemet tu. Zonë që unë njohëm, gjithë mira. Si ja kaloni? A jeni mirë? A jeni të lirë, të shisë? Po. Lirë. Vagoni taks. Po, paguajmë ato detyrimet. Detyrim. Do vi koha vendet e vogla si ju nuk kam për të paguar taks. Nuk kemi ardhur për vota, po kemi ardhur sepse do të ndryshoj komplet Shqipëria. Ju ndjek gjithmonë në YouTube. Ashtë. Do ndryshoj Shqipëria, do shpëtoni një herë mirë, vendet e vogla si ju, edhe dyqan të kesh matë, nuk do paguajnë taks. Në realitet kështu Vetëm do mbani kanë 6%. premtuar të gjitha partitë politike, të gjitha forcat Ne politike, nuk kemi po për politikë. në shqiptarët e kanë humbur besimin Ja. te politikanët. Po ne nuk kemi për politikë. Unë Shqiptarët jam për qeshjen e Shqipërisë. Ne nuk kemi parti, Ja. shpresojmë që të punoni, po shqiptarët e kanë ne humbur shpresën E di. te Pra, te kam politikanët. sepse u kanë Ju vërtet mashtruar, thoni gjithmonë do bëhen arrestime, do bëhen kështu do ju bën ndjek me tani. vëmendje. Do bën fillojnë tani. Edhe tek juve po ikën shpresa. Po ik shpresa. Po edhe tek juve personalisht Okej? po ikën shpresa. Se këtu do të Në mirë zbatohet që po më ligji dhe thua. do vjetë rregull. Më mirë që më thua, pra Jo, ta arsye them, siç flet ti na njerë drejt edhe unë flas të drejt, drejtë. shumë bukur. Dhe unë kam qef për këto, për arsye se çdo gjë bëhet avash, do shihni këto ditë që do bëhet. Pra, këta nuk do jenë më, do shpëtoni një herë mirë, sepse ky vend është i shqiptarëve, nuk është i tuaj. Deri tani ju kanë urdhëruar tuaj. Do shihni këto ditë që do bëhet. Me ditë sepse ishte pengesë e madhe, për arsye se ashtu ka qenë gjendja, si që kam. Më fal, nuk e di se çfarë misioni keni ju se ne angufullu Qeshja e thellësisht, Shqipërisë. po në Shqipëri të rregullojnë institucionet shtetërore dhe të filloj lufta kundër korrupsionit me dinjitet, me personalitet, me zbatimin e ligjeve dhe jo kështu anarshi në të katranët. Po ne këtu
Në këtë, jo anarshin të katran. Në realitet, ligjet në Shqipëri nuk zbatohen. Ky ligji nuk është i Shqipërisë. Kriminalët më të mëdhenj në Shqipëri janë politikanët, gjykatës, prokuror, janë shtresa më kriminale në Shqipëri. Si e keni me zotin? Leonard Çela. Zotin Leonard, ke të drejtë të mërzitesh, ke drejtë jo vetëm ti, po të gjithë shqiptarët që kanë 35 vjet, që presin një ditë dhe nuk e kanë gëzuar. Profesor, merr ma si të duash. Unë të ndjekë kam ndjekur vazhdimisht. Edhe kam qenë një simpatizant i juaj. Po edhe unë po e humb shpresën. Mos e humb. Tek ju. Mos e humb. Po e humb shpresën tek ju. A herë nëse do shihni këto ditë do arrestojnë të gjithë, çfarë mund të thoni? Ne kërkojmë njerëz për qeveri, nuk kërkojmë as vota, s'kemi ardhur as për vota, as kemi dërmend për vota. Nëse je i ndeshëm, mbase do vinë të ndershëm. Unë jam i ndershëm. Nëse je i ndeshëm, mbase do vinë të ndershëm. Nëse je i pandershëm, në nivelin e këtyre që kanë udhëhequr me për 30 vjet, edhe ti të njëjtën gjë do të bësh. Si punë e këtyre. Të flas sinqerisht, të flas me ndërgjegje. Kjo më pëlqen. Siç e ndjej. Siç e ndjej. Kjo më pëlqen. Institucionet në Shqipëri janë. Kjo më pëlqen për arsye se erdhi koha. Nëse do ta dish, njerëzit nuk paraqiten fare në institucione shtetërore, sepse atje ekziston vetëm korrupsion. Vetëm korrupsion, asnjë gjë tjetër. Janë të gjitha të korruptuar. Të gjitha, duke filluar nga kryetari i komunës ose nga një kryeplak fshati e deri tek kryeministri. Ju e keni të drejtë, unë e njoh mirë Shqipërinë, i njoh shumë mirë këta, por erdhi koha që shqiptarët të urdhojnë vetë. Unë e di që fëmijët e shqiptarëve kanë ikur, fëmijët e shqiptarëve do kthehen përsëri këtu. Deri tani unë e kam thënë hapur dhe e them, për arsye se unë e njoh shumë mirë Shqipërinë, e njoh kampet e trajnimit, e njoh Yvesi Huani, deri më sot, jo vetëm 35, por ka kohë këtu, por çdo gjë dushë avash. Ai që komplatuar ka qenë këtu, ai që ngatruar, si ai lem që ngatruan e nuk e gjej një fillin ku të hapje. Këto ditë do arrestojnë të gjithë këta. Këto ditë do fillojnë, që ju e keni pat problem, që në gazetarit, që në televizorët, që në qeveritarët, që në Rama. Unë Ramën e kam thënë, do të izvarë, do të izvarë. Në sytë po, edhe unë dua kështu si ju, njerëz tamam, që ju ti dënonja, jo ligji, ati që kanë bërë ju, që ti rri këtu. Për sa i përket drejtimit të dënimit, nuk është 1 e 2 nën punës shtetërore. Po që se ato dënohen për 30 vjet i bie një shumicë e madhe. Edhe Shqipëria për t'i futur të tërë në burg ata do të paguaj për t'i ushqyer. Marrën pasurit, për t'i ushqyer. Tu hapën njerëzve, nuk ushqyer. Të bëjnë rrugë. Janë me mira prokuror, gjykatës, mos flasim pasaj në sistemin e shëndetësisë, në sistemin e arsimit, në gjitha aspektet. Ne do bëjmë qeverinë, dhe unë i kam marrë edhe ministrin me vete, nuk duam vota, kemi ardhur për të ndryshuar kombin. Unë kam erdhur për të ndryshuar këtë vend, që mua më djeg shpirti për këtë vend. Unë nuk kam erdhur këtu as të pasurohem, as të behem, unë kam erdhur për shqiptarë, se shqiptarë na kanë ikur për të detit. Shqiptarët po ikën për ditë. Shqiptarët kanë ikur edhe duan të ikin akoma. Nuk do të ikin. Edhe duan të ikin akoma. Do të ishini këto ditë që do bëhet. Mirë profesor, unë të uroj që në politikë... Gëzojmë që më thetë të vërtet. Unë shumë dua njerëz që ju të më thonë. Të thonë realitetin. Po, është të më flasë vërtetin. Të duam ne. Edhe kur është në temin tim. Flasë të vërtetin e kur është në temin tim. Kjo është drejtësi, është sinqeritet. Dhe këta duhet ta kuptosh ti edhe ata politikanë që të dinë se ç'është e drejta, kur është edhe në demin e tyre. Kjo është drejtësi. Fjalët e bukura pasaj janë. Edi. A ta baj një pyetje zotni. Po. Falë, si e? Gjën Tuçaj. Leonard Çela. Vetëm i gjatë duhet ta them. Ky popull, kjo tokë po vuaj tash 100 vjet. Ne do kishim bërë shumë më shumë hapa, se nizova që i shgënyën, por na popullin shqiptare duhem gjallë, nuk duhem revolt, nuk duhem pasoja, nuk duhem grinje. Edhe e natyra rrugës pak më larg. Se shpesh herë me nis e mera përmes. Kush e kupton pak a shumë politikën shqiptare, në Shqipëri politika është aq e sëmurë,
sa unë nuk di se si ta vlerësoj shumë e Menim të Zotit, e Shtetet Bashkuara të Amerikës. E këto familjet pastra që janë këtyre nga mergimi, Shqipnia do të bëhen çështje veç. Ki durim. Ka marrë fond. Unë jam i kalitur dhe jam i përvuajtur dhe jam mësuar me durime dhe kam durim. Ki durim, nas lypim vota. Na lypim veçim i fjalë të mirë, i fjalë bashkimi. S'dum vota. Nas jena për vota. As shteti kësaj rrallë nuk do të bëhet me vota. Do të bëhet vetëm me bashkim. Bashkimi bën fuqinë. Unë keni telefon tim personal. Nëse u pengon njëri këto dita apo diçka u thon, të lutem Që interesohesh për Shqipërinë e madhe, për bashkimin e gjithë shqiptarëve. ke telefonin tim personal dhe se të pengon njëri këto ditë o diçka, femër urgent. Pra, mos ki hall, mua Parasit e mina, sistemi komunist kanë qenë të pushkatuar. Kanë qenë të pushkatuar drejt mobit dhe kur flas të drejtën për të resilet më dënojnë. Se dënon njëri. Jo, Sa jemi ne. Unë kam thënë, unë do t'je i zvarrët. Le të dalim për duan. Dhe ne këto ditë ne bim qeverin, jeta do ndryshoj, jo vetëm për ty, po për gjithë shqiptarët, për arsye se këta janë tallu, këta janë sërbë. Do shist që do arrestojnë këto ditë. Gazetar, analist, ato që kam thënë unë. Po puna vesh e shumë avashtisht. Ti e thek, a që ku klavitur është, sa ka 35 vjetë, këto palati qinjëve nuk i kanë shqiptarët. Do t'i miniju gratis. Jo është për ta habitur, po është e vërtet. Sepse me këto kemi qëndruar ne, deri tani, kjo harta do bëhet. Edhe është me ditë. Qeveria teknike do bëhet, është me ditë, por ne e kemi lënë qëllimisht këto e punë. Pra, unë si qytetari thjesht do t'jap një këshill. Bëj thirrje për njerëz të ndeshëm dhe njerëz tamam patriota shqiptar. Për patriot shqiptar. Do njëri që i një më tepër. Këtë duam ne, ti të falenderoj, edhe do e mirënjohës mirë. Mos keni frikë se e shoh disa njerëz largohen. Koha ka erdhur për ju shqiptarët. Mos keni frikë për këtyre rrugaqërive që janë. Mos u tremni se erdhi minuta e fundit. Besimin e kemi te Zoti që kështu që do të na ndihmojë besim. Po Zoti ka thënë duhet të thuash se kush je. Se këta nuk janë shqiptarë, mos keni frikë se su pengon njeri me. Do keni këtu e keni tregtinë. Po pra këtu më. Po mirë, hajtë më kalem, çfarë më bë? Kaloni, po siç punoni vini më marrë. Nuk do keni as taks, as gjë. Shqiptarë si të mos këto dyqane gjatë vogla, pra erdhi koha e juaj. Ne nuk kemi ardhur as për vota, ne kemi ardhur të themi shqiptarëve që mos largohen, të rrinë këtu, është vendi shqiptarëve dhe këta që janë anti-shqiptarë të gjenë vendin. Shpresojmë. Mos keni frikë më, mos u tremni pe këtyre, këta janë rrugaqë. Të rrugaqët kur mos ke frikë. I kanë poshtruar shqiptarë, i kanë ullur shqiptarë dhe këtë drejtim, e shoh janë të frikësuar, të kujt keni frikë. Për këtyre erdhi fundi, keni drejt që të rini këtu, e të vinë të marrin gjobë, që nuk do shkojnë më. E të vinë një i huaj, që këtu gjithë to që shinu e këto vila, këto i kanë ta, po do t'i keni ju, shumë shpejt. E shoh që jeni tërë të mërzitur, e shoh që janë të trembur, mos u trembur. Qëndroni, ne si vi trembur, Sot bash. me shekuj, kurse 35 vjetë ju një coptuar. E shoh që jeni të rënditur, e shoh që kanë frikë njerëzit, po nuk e kuptoj pse. Shqiptari s'ka pat frikë. Shqiptari vërtet është vrarë, është dërmuar, po ama kurriz nuk ja kemi të janë një, kurse këta u kanë hypur në qafë, vinu barën gjobë, nuk do keni me gjobë.
pensionistë do ke rrogë, sepse janë shqiptarë. Prindrit tuaj janë pa bukë. I urrini këtu, mendoni të shisin diçka, edhe këto që i mirë nuk e japin ushqime të rregulla. Janë të vjetë, po helmojnë njerëz. Pra, sukses. Faleminderit. Mos keni frikë fare. Kaloni mirë. Shisin duhan? Po. Se njerëzit nga meraku pin duhan tani. Duhan e raki. Po. Si ja kaloni? Mirë. Hajt. Shoh të gjithë të bërzitur, të gjithë të vrarë. Si që po më kështu? Shqiptarët s'kan patur frikë, po të keni frikë pe këtyre rrugaqve. Erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarëve. Po këta kemi ardhur, nuk kemi ardhur as për vota, as për gjë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë keni. Ju kam mirë. Shumë mirë. Të gëzoni çdo gjë, të jeni të lirë. Dyqanet e vogla si këto, ky s'është dyqan. Dyqanet dhe nuk do kenë taks. Dhe 6% do mbajnë ata që shesin, që për shembull që vin blen, kurse ju nuk do paguani asnjëherë para. Kjo është e vërtet, njerëzit janë të lodhur, janë të mërzitur, por erdhi koha e juaj. Erdhi koha e shqiptarëve. Unë pastaj kam dalë sot që t'i shoh sy për sy. Shumë mirë, bëm që ta kon. Nga jeni si origjinë? Vem të janës. Ordo? Venali. Bordali. Po. Edhe vit tjerë të urdojnë. Po të shi, që edhe koha? Jo, e koha... Ka koha e pa drejtësisë, nuk ka koha drejtësisë. Për herë parë duhet të afrohemi vëlla me vëlla, me lagje, që na kanë coptuar njerëzit. Në parim ashtu është, për në realitet nuk është ashtu. Aha. Në parim ashtu është, si që thu ti. Për realitet jo është ndryshe. Shoh, Apo jo? i ka coptuar që ka 35 vjetë me qeverisje rrugaq, anti-shqiptar, tradhtar, vine këtu një gje vogël shet, të vjen të kërkojnë gjobë. Mos paguani këto ditë asë njeri, mos kini frikë se këta e kanë me ditë. Ne kemi ardhë për ju, për të dëgjuar ju, i shoh shumë të vratë, të mërzitur, të trembur. Ne jemi trembur nga armito, nga sërbët, nga turqit, po pse janë trembur ka njerëz? Çfarë fëmijë keni? Kam 2 fëmijë. Çfarë moshë? Edhe 30 jetave. Për ata kam nevojë. Qatë kena mundësi, do të ndihmojmë në gjitha drejtimet. Ne unë për ata kam nevojë. Pra ata ne duan të bëjmë qeverinë, unë kam sjell sot ministrat me vete, do bëhet qeveria teknike shumë shpejt, të votoni të lirë atë që doni ju. Edhe ti keni ju këto pallate, jo ti keni ata. Se më thanë këta që disa dyqane këto i kanë deputet, kur s'do kenë. Ata e burgun do të kenë keq. E në burg. Se u kanë coptuar shqiptarë, të shohën një Tiranës, të shesi duhan këtu, vi një huaj, një sërb, të ketë tregti, e shoh atë zotnin atje, ha ushqim që nuk shet dot. Ha, kështu është. Kjo është beter. Mos u tremni zotni, mos u tremni, rini që është vendi juaj, vendi këtyre do ikën shumë shpejt, të shpëtoni, mos rini të trembur. Shko në barë, gjithë të mirët, faleminderit. Patjetër, se edhe ne të djafën. Patjetër. Ja, jam Kuksian Pura. Kuksian Pura? Po. Po këtu Kuksian janë 200 vjetë apo jo? Po unë ka në 200 vjetë, unë e folim me fjallë ka një 20 vjetë. Që punoj këtu 35 vjetë ke tregu këtu ke pasari. Po si ja kaloni? Probleme me këtu me hagri qabu. Me sakrifisat në vaj. Ju nuk kërkojnë para, Po le parat se parat s'po zë nuk ka njës këtu, nuk ka për me drejtu këtë shtetë, s'ka, më falë, nuk ka njës për të drejtu këtë shtetë shqiptarë. Po ja jeni? Po jemi ne ju, po duhet këtë ditë, inshallah bohet. Po do bëhet? Inshallah do bohet. Po, s'ka me inshallah, do bëhet. Po më inshallah shpresat të i madhi zot bohet me që. Kemi 100 vjetë, inshallah, do bëhet. Plumë të gohe, inshallah bohet, edhe unë po të them, po t'jap dormi, inshallah bohet si shtu të. Bëhet. Po.
Ne kemi ardhur për ju të dëgjojmë, nuk kemi ardhur për vota, kemi ardhur s'do bet Shqipëria, do keni ju çdo gjë. Nuk do të kishte, po të kishte një vend më të mirë. Ti të faleminderit që kjo arë se po komunikove me popullin, populli e ban me fjallë që populli është gjithë shka. Po komunikove, po edhe me fjallë të qash hallet me popullin. Ajo është arsye që të ketëri, ne s'kemi po një përveçnet që të vitë na shikoj. Po në vinë ata janë të mëdhenj, rrugaqët. Tash të mëdhenj, po duhet me menu për popullin, nuk është vetëm që janë të mëdhenj ata. Pa, do të me menu edhe për popullin. Populli kanë edhe e 7% që s'ka bukë të hajë. Unë s'besoj që ti të kesh ushqime të mirë për fëmijë. Që ushqime të unë, po të me në qapë në bukës, me zi se nëzirim, i dit del, i dit nuk del. Profesor, i ka krejt fëmijë një shtetë. Ashtu, sa fëmijë kini? Unë kam 3 fëmijë. Ku i kini? I kam në Angli. Do të vinë këtu? Po kam qef vinë venin e vetë, se folja me këtë zotinu, du të vinë tjeton me fjallë venin e vetë. Do vinë këtu? Jo, në jashtë shtetit. Do vinë? Se jashtë shtetit me fjallë është lek gjaku, lek dobetit është lek gjaku. Ma mirë punon në venin tonë, se sa jashtë shtetit. Do vinë këtu që t'i gëzosh fëmijë dhe fëmijëve. Kjo, si ti e gjithë tjerë, shqiptarët janë të torturuar, janë të mërzitur. Faleminderit shumë, janë gjithë mërzitur, se po pa të fëmijët jashtë, i mërzitur edhe veta, qa buk që ha me siklet, me mërzit. Okej, sukses. E valla, faleminderit, shnet, më papë. Suksese. Këtë marë. Si shkoni? Si ja kaloni? Si u vete puna? Mirë, e? Hajde të kërë, profesor. Si me prezident. Shëndet. Profesor. Si udhime, sukses të sabër. Si e kalon. E dorën zemë. Bravo, edhe me buzëqeshje. Kene nevojë edhe ne për buzëqeshje. Si ja kaloni? Për energji pozitive. Me vojt. Shtyp. Të shto? Me të shtyre, e? Me shtyp. Sa të gjeni bukën e gojës. Po të bërë? Shte ka jeta? Jeta do ndryshoj për shqiptarët. Shumë shpet. Të gjithë thonë inshallah. Gjithë bish prezjena. Gjithë bish prezjena. Pra, i blini edhe i shisi. E sa, kur marrë njerëz, sa unë bani taks? Vajet e modhe se kapim. Në parë marë. Vajet e të se modhe. Kur të bëjë kur ndryshime, ju s'do keni taks këtë fare. Që keni sa më shumë të shisni, aq më mirë është për kombin e për Shqipërinë e për veten tuaj. Do jeni të lirë, deri më sot ju nuk jeni të lirë. Unë i shoh të gjithë të trembur, të vrazhd, keni të drejtë, mos u mërzitin se nuk do keni me do jeni të lirë. Sepse ta që ju jeni tamam se aflëza, që kanë futur një kafas, edhe nuk ka guxim të fluturoj. Sukses! Sukses! Suksese. Jeda të kazini. Se respektin e kam pas me kohën për ty, po ma ka shumë destan të Anglia nga Korça. Këtu që unë do të bëj një foto me ty. Këna si se bëj një foto. Ju keni dyqan apo jeni? Jo, jam këtu. Unë jam një ndër familjet më të përsekutuara sot për sot në Shqipëri. 12 burrat për shkatu nga partia Ndërhoxhës, me dorën e Mehmet Shetët Kadrias Liut. Me datën 5 muaj 52 nga karkë shtëpia me tank dhe me helikopter. E ka bombarduar shtëpinë tonë me helikopter dhe e ka shkel me tank. Na ka përshkatu gjithë njerëzit, ta i ka shumë burg tjerë dhe 56 vetëm te Pelen të internuar. Dhe sot e kësaj dite prap Leshi, nga fshati Gallati rrethit Kurbin. Dhe sot e kësaj dite me mbulesën e komunistit më të rrezikshëm të Shqipërisë, zoti Sali Berisha, mbi themelet atij ndërton edhe ky tjetri katin e 2, 3, 4 mbi themelet e Sali Berishës. Kështu që si do të bëjmë nuk e di. Inshallah Zoti do ta shpëtojë nëpërmes dorës dhe menjës tane. Të falenderoj. Faleminderit, respekt. Jeni të nderuar. Kanë u po bëjnë si slev, u kanë bërë deri tani, po jo me.
i shoh të gjithë shqiptarët, po vetëm çdo vend të mërzitur, të lodhur. Jam pesimista. Jam një pesimista. Jam pesimist shqiptarët, jam bo gjithë. Cila është arsye? Arsyeja o ekonomia. 9%. E në veti që i ka ju e planës, jo do ka ime, do ka jo, njoj do me morë ma shumë tjeti ma pak. Ti këshin da që villim. Jo, të s'ka rëndësi këshin da u. Edhe vetë që. Jo një morë njoni, që morë një gjithë. A që ka mundësi. Ta një morë njojnë tjetit. Kjo ka rëndësi, një morë njojnë tjetit. Gjoj me e bukur në botë. Zemra. I takoj njoni, të një morë në gjithë. Jo. Po që më dahet. Ne kej fukaraj që s'ka ma uër bukë. Ba gjithë në e, që të bësh? Do bëhet që thua ti, çdo shqiptar, ti nuk do t'jesh me në këtë karrikë, po do t'kesh jo pension, po do habitesh edhe ti, sepse shqiptarët kanë punuar me shekull dhe nuk shoh një ditë të bardhë, i shoh sot të mërzitur njerëzit, të lodhur njerëzit. Që të bësh? Kanë shtypur anti-shqiptarët. Pesaro. Faleminderit, vëllash. Se ne shqiptarët kemi 100 vjetë që na shtypur, ama në 35 vjetë në kanë hyrë qafë. Kjo është e keqja. Ti e the një fjalë. Do të pushë vaj me motrën. Qaj me te harje më bëjë gjithë dëmë s'para parte. I thot tjeti se jem vlajnë, so kam shëgjin shumë. Ka dhe të thonë dhe i quni që. Pra, i kam thotë më më i me gjithë vlajnë. Vlajnë, vlajnë, ka ma apër se vlajnë, kam ka të motrën, qëri vetëm. I thu për motrën. I ka jo, që mjeri për blonën. Pa, ma, e ke vlajnë, thuj vlajnë mirë, ne tjeri i. Pse ka hyrë kështu, devlezi? Ka hyrë braku. Po kush e ka futur? E dina të vetë. Dina ta, ne? Shëndeti. Përshëndetje dhe juve. Shkëlqim. Profesorin e njeh. Po e kam parë në shumë portale. Profesori ka ardhur për të bërë Shqipëri. Unë? Fjera. Keni ardhur për punë këtu? Unë kam për majtë shkollë. 2. Njëra më kam baruar nga 2-3 universitete, Quba, quni një të mesme. Tu? Dhe 2 kam. Shkollë e kanë bërë? Si, masë e drejtë publike dhe inxhinieri material në tip. Po. Se mund të njojë fëmijët. Fëmi ka nevojë për të rinë. Prandaj i kam bajtën. Ti mbash edhe se Shqipëria do të ndryshojë shumë shpejt. Ne kërkojmë njerëz që janë intelektual, që duan këtë kohë. Si ti për shembull mos i ke fëmia, po ti ke shtu ti martosh tu me shqiptar. Atë kemi marrë ushqim nga prej. Atë kemi trezguar. Prandaj kemi lëvizur. Ke punuar atje, ke tu apo jo se je në fjere je. Që ke marrë shumë gjëra dhe në fjeraka. Unë jam fjeraka. Pa, si mund të njojë fëmijët e tu? Si mund të vinë në zyrë? Shqipëria ka nevojë për fëmijët e tu, ka nevojë për ju, që të shpëtoni, të keni një pension, të jetoni në tokën tuaj, sepse ti jetës këtu, po se ke mendje. Po që të bëjmë? Ne tani e kemi mendje vetëm të fëmijët, se për ata luftojmë e punojmë. Se fëmijët e kanë mendje tiki, sepse duajnë dot ta që janë qeveri, që kanë qenë për 35 vjetë, që kanë shkyrë. Po pa tjetë. Kjo është puna. Ti për shamu duron, kurse fëmijët janë rritur, shojnë diçka tjetër, me shkollë, njërën tjetër, dhe kur nuk shojnë të vërtetën, largojnë. Sepse këtu gjenë punë shokët e tyre, njerëz të paftë, sepse ai që është si përgjes, o shef që i quajnë këtu shef, ai copë ignorant, edhe ai kërkon ignorantën aftë për para. Nuk e kërkon fëmijët e tu, o fëmijët e tjerëve, që këtu është bërë sërt dhe grek.
Pra, edhe koha e shqiptarëve të dalen si ju të dilni, të thoni të bashkojni me familje, vlla me vlla, me motër, kush më tha dilar, që unë e di, ne kemi sherta në familje për parë, ne ka futur shert, si mund të rregullojmë, se këta në atë gjendje ka bërë Shqipëri, po kanë shkatruar, ka futur sherë në familje, në lagje, po rretje, që ta mbanin këta, por ta nuk e kanë me Shqipëri. Ne kërkojmë njerëz që të vinë në punë intelektual, që të bëjë Shqipëri. E do shpëtoni njëre mirë, që t'jeti lirë, të hapi dyqan, tregti, çfarë duhesh ti? Këtë pensioni tjetër, paktën ta këtë $600. Sepse kanë punuar në për ferma, ju keni punuar moshën që ti, që ose ke punuar, po ne 10% punonin me kasë, për ferma. Ferme qirimi, ativ, sheq. Jo ne kemi punuar në naftë. Në naftë ke punuar, në vend e mirë. Nafta e Fierit. Gjithë natën shkon në Vlorë, nga Vlora ku vete. Kurse ju s'keni bukë të hani. Që opra duhet të ngrihen shqiptarë, jo për parti, të ngrihen për drejtat e tyre. Të ngrihen të thonë, qa u betë kështu? Ku vete nafta juaj? Është nafta e shqiptarëve. Kanë punuar 46 vjet me regjimin komunist, me bukë thatë, dhe sot nafta e shqiptarëve kalon tjetër vend. Në Kinë, Turqi, pse të kaloj? Ta kenë, ai që ka naftën, ai duhet marri përqindje, 15%. Unë një gjë besoj shumë, se fëmijët të ambreza ta do të besën në Shqipërinë. Sepse kështu janë edukuar nga ne. Nga ne shumë familje, që kanë punuar dhe kanë vojtër. Kështu që do bëhet Shqipëria si të. Do bëhet, me ditë, e keni me muaj. Ja, zotnia do jetë ministri i energjisë, e i naftës, e tëra. Ardu thua të punojmë për popullin shqiptar. Ardu thua që në bolë me, për bolë sa naftë. Prodhohet nafta, shqiptari ka dyrë naftë. Prodhohet energjia, shqiptari ka paljesën në të faturën 1 metë që kur ne kemi ujë, drita, naftë, do prodhohet nafta në përmarin më të mëdhaja të botës, ato amerikanë ose gjermane, dhe do i themi 15% e do zona, fshatarët dhe zona, qytetarët, që i marrin e të jetojnë atje. Edhe për ujën, që të dhe, edhe për drita, që që Shqipëri si erdi koha, nuk ata i do jetojnë. Është fakt. Sot ne kemi dalë jo për vota, por kemi dalë për të dëgjuar. Kush është e vërteta? Shumë kanë të plasin dot. Ne i kuptojnë, nuk pa folë. Por ne dëshira jonë që të dakojnë. Nuk duan votë. Votat ne i laden fuqia me madhe, profesori që jemi këtu, dhe Shqipëria për më shumë është fakt. Do ndryshoj se s'bën, sepse kjo tokë ka pjellë. Ne duam shqiptarët, që shqiptarët të thonë, jam unë këtu. Për shembull në Fier, të thuash, jam unë, jo ai të vi nga jashtë, jo të vi italiani, jo të vi grek. Greku të thuash, ku e ke vendin tënë, se atë vend e kam edhe unë qamri. Jo të vi të betë, po si jo të këtu. Pa hapje dyqan, tregti, e ti të punosh për atë. Kjo është e keqja. Të duam ne që shqiptarët të ngrihen të thonë realitetin, jo të ngrihen për qeveri. Ne kemi ardhur për ju, për t'u thënë shqiptarëve që jemi gjallë, t'i largojmë. Dhe këta që kanë vila, e kryetari i bashkisë, ai mund të arrestohet këtë javë që të vijë juaj. Firë, çfarë i ka bërë Fieri deri. E ata si punë deputet, që janë atë PD, që ai më para ka qenë sekretari i rinisë të Fieri, që është deputet i Fieri, i Berishës. Pra, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarëve, si njerëzit kanë punuar në kooperativën në sheq, unë i di gjitha mirë, unë i di gjithë Shqipërinë, të dalë të thonë, është nafta ime, si që tha ministri, ai që ka shtëpinë atje, ai do marri 15%. Çdo muaj. Shpejt kjo punë. Krom, e do marri 15%. Shikojnë fëmijët tanë sa më shpejt jenë më të lumtur e të jetojnë tokën e tyre.
si ty duan njerëz të gjithë duan. Më bëhet qefi që ju punoni dhe për këtë të mirë të ardhmes së fëmijëve. Ndjem shumë i kënaqur. Qofshin nderuar. Faleminderit. Pushini ju.